Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun e Madhëruar për mirësitë e tij të shumta. Paqja dhe lavdërimet e Allahut dhe bereqeti i tij qofshin mbi profetin ton, familjen e tij, shokët e tij dhe çdo që ecën në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Ne kemi arritur në fazën ku profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të thirriste njerëzit haptas, pa u ruajtur më tani nga nuk e kishte më merak konfrontimin me ta në kuptimin e përballjes së tyre me të vërtetën. Donte të njihte ata me të vërtetën, sepse kështu i erdhi urdhri prej Zotit të tij. Dhe nga bereqeti i këtij daveti profetik, që zgjati 23 vite dhe bëri ndryshime të jashtëzakonshme nga bishulli arabik dhe jo vetëm, pse pati kaq shumë bereqet ky davet, pra kjo thirrje, është se Allahu i Madhëruar e orientoi atë nga lart. Pra ishte zbatim i shpalljes hap pas hapi, zbatim i urdhrave të Allahut të Madhëruar, pra u ec me një plan hyjnor, themi kështu. Disa vite do të qëndronte i fshet me individët tek e tek, jo direkt haptas, sepse Allahu i Madhëruar e dinte shumë mirë reagimin e tyre dhe si do ta prisin ata thirrjen haptas, prandaj bëri këto hapa dhe kaloi ky davet në këto etapa, fillimisht pra fshehtas, pastaj kaloi në davetin haptas, doi të bëjë i qartë atyre e vërteta dhe humbja në cilën gjendeshin. Ne na ka ikur pa treguar diçka, një pjesë të rëndësishme nga që lidhet me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili ka qenë një nga shtyllat e mëdha të davetit. Pra Ebu Bekri ka qenë një nga njerëzit që e kanë ndihmuar më së shumti fenë e Zotit, ose më ndryshe, Allahu i Madhëruar e ka ndihmuar fenë e tij me këtë personalitet të jashtëzakonshëm, pra me personalitetin e Ebu Bekrit. Ebu Bekri, radhiyallahu anhu, si shka thënë Ibn Ishaku, thotë, kur e pranoi Islamin, e shfaqi haptas, thotë, e shfaqi Islamin e tij, nuk e mbajti fshet. Dhe thërriti për tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Natyra e Ebu Bekrit, thotë, ishte njeri i afërt me njerëzit, i afrueshëm, social, i dashur në mesin e tyre dhe kishte pozit. Dhe ishte nga Kurejshët që i njihte më së miri pemën genealogjike të atij fisi fisnik. I njihte mirë Ebu Bekri, paraardhësit dhe gëzimet e atij fisi, dhe i njihte më së miri Kurejshët, nga njerëzit që i njihte më mirë pra Kurejshët, dhe dinte hajrin që kishin dhe sherrin, të mirën dhe të keqen e tyre, i njihte mirë. Dhe ishte, thot, tregtar. Kemi akoma me fjalët e Ibn Ishakut, thot, ishte tregtar, ishte njeri me moral, dhe morali i tij ishte i njohur mesin e njerëzve. Dhe burrat e popullit të tij ktheheshin tek ai, e kishin si pikë referim. Domethënë kishin dëshirë të bisedonin me të, t'i merrnin mendimin për çështje të ndryshme, për shkak se e vlerësonin për dijen që kishte, për tregtinë që bënte, për eksperiencën që kishte. Madje ai shumë i njohur ka qenë në mesin e njerëzve sa kur shkuan pastaj, kur emigruan, që emigroi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Mekka për në Medinë bashkë me Ebu Bekrin, njerëzit pikë së pari njohën dhe ju drejtuan Ebu Bekrit. E rrethuan atë. Nuk e njihnin profetin sallallahu alaihi wasallam, një pjesë e mirë prej tyre. Pra shkuan direkt tek ai, sa erdhin të dy, shkuan tek Ebu Bekri, edhe ka shumë mundësi ta kenë menduar se ishte ai profeti. Ka qenë ai më i njohur, ka qenë pra ishte shumë i njohur. Pastaj kur e morën vesh se ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, ishte tjetër, u drejtuan nga ai. Po fillimisht u drejtuan tek ai sepse e njihnin. Filluan të jepnin muhabet, filluan të afroheshin, ta pyesin. Pra kështu ka qenë, këtë pozitë ka pasur Ebu Bekri. Dhe ishte njëri që të shijonte ndenja me të.
biseda me të. Dhe për këto arsye, doja ta përmendja këtë që kanë thënë për Ebu Bekrin, sepse kjo, do më thënë, kush i ka këto cilësi, i jep shumë krah kësaj thirrjeje. Pra e ka kollaj që të depërtoj tek njerëzit. Ka disa dyert të hapura, ka disa shtigje të shtruara, apo disa ura të vendosura mes tij dhe njerëzve. Kjo është gjë shumë e mirë. Nëse arrin dikush të jetë i tillë, kjo e shton probabilitetin që ata të pranojnë fenë e Zotit. Pra një thirrës i tillë me këto cilësi i vjen shumë, pra i vlen shumë fesë së Zotit. Dhe të tillë ka personalitete në fusha të ndryshme. Mund të jenë në fushën e mjekësisë, mund të jenë në fushën në mesin e intelektualëve, në mesin e profesorëve, në mesin e inxhinierëve, në mesin e tregtarëve, në mesin e njerëzve ndoshta edhe më të thjeshtë. Por janë cilësi, domethënë që të hapin dyert. Kush është begatuar me to, e kush i përdor ato për të ndihmuar fenë e Allahut, ky është përdorimi më i mirë që mund të bëjë mirësive që Allahu i ka dhënë. Dhe mirë është që besimtarit përpiqet të jetë i tillë. Ne do të shikojmë vëllezër të nderuar, hapi tjetër, ose faza në cilën hyri profeti sallallahu alaihi wasallam te Davetit ishte një fazë shumë e vështirë. Filloi të thirriste njerëzit në Islam dhe filloi të tregonte që rruga e tyre ishte e humbur. Dhe ata, domethënë, reaguan në mënyrën më të keqe të mundshme. U tregoi pra si shtamë në fundit se i thriti pra fiset njëri pas tjetrit me radhë. U tregoi që nuk kanë dorë asgjë para Allahut, duhet të punonin për të shpëtuar vetët e tyre në zjarri, duhet të largoheshin nga idhujt, nga idhujtaria, të adhuronin Zotin e vërtet, sepse afërsia me profetin sallallahu alajhi wasallam nuk i ndihmonte as pak. As vajzës së vet i tha kërkon çfarë duash në pasuria ime, kërkon o xhaxhai i thoshte Abbasit, ju drejtua hallës vet, gjithë njerëzit i drejtua. Unë, nëse doni, më kërkoni nga ato që kam në dorë tani në dynja. Doni pasuri, doni të ndihmoj me diçka, e bëj. Por para Allahut nuk ju bëj dot gjë. Dhe realisht, edhe njeriu që e ndihmoi më së shumti, Ebu Talibi, xhaxhain e vet, i cili qëndroi si një pengesë e jashtëzakonshme. Domethënë një pend apo një digë pa depërtueshme, dhe gjithë ati lumi torturash apo kërcënimesh dhe vështirësisht të jashtëzakonshme që u derdhën mbi profetin tonë sallallahu alaihi wasallam sa filloi të thirriste në Islam. Ebu Talibi, që e mbrojtja ai shumë, prap profeti sallallahu alaihi wasallam për të nuk bën dot ditën e gjykimit asgjë, përveç një diçkaje. Me që dish pa besimtar. Mund të bëj vetëm kaq. Të ndërmjetësoj tek Allahu i Madhruar, që nga dënimi më i ashpër që ishte për të shkuar, ta nxjerrë Allahu i Madhruar, si thosh, pak më në sipërfaqe në zjarr xhenemit. Në zjarr është prap. Pra dy gaca zjarri, dy prush, dy thëngji zjarri që vendosen poshtë thëmrave të tij dhe nga to vlon truri i tij. I vlon truri. Kaq është maksimumi i ndërmjetësimit që mund të bëj për një pabesimtar. Pra, edhe i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, pjesa më e afërt tek Allahu, nuk ka dorë asgjë për një njerëz që vdes në idhujtari. Prandaj u thoshte, thoni la ilaha illallah. Thoni la ilaha illallah dhe jetoni me të, sepse përndryshe nuk ju ndihmoj dot as pak. Vetë se thot ju keni një lidhje farefisnore dhe familjare me mua. Unë kam lidhje me ju farefisnore dhe familjare, të cilën unë do ta ruaj atë lidhje ashtu siç i takon asaj. Do t'i jap hakun lidhjes time farefisnore me ju, siç ka ardhur në fund të këtij hadithi. Alayhi salam. Mbas kësaj e përshkruan shumë bukur Safiur Rahman al-Mubarak Furi, Allahu mëshiroft. E përshkruan shumë bukur se çfarë ndodhi me të krishterët, me Kurejshit. Çfarë ndodhi me Kurejshit mbasi i thëriti njëri pas tjetrit në kodrën Safa. Domethënë kthyen në shtëpitë e tyre edhe ishin akoma si të domethënë të turgut.
nuk dinin se çfarë mendonin, si të reagonin kundrejt kësaj thirrje që u bëri profetit sallallahu alaihi wasallam. Përveç Ebu Lehebit që e përcaktoi pozicionin e vet që në fillim qafir, pa besimtar, armik i nibit vet, armik i Allahut dhe i të dërguarit e tij. E shfaqi haptas armiqsinë e tij dhe për të u volosur më herë që në fillim përfundimin e tij, destinacioni i tij, domethënë, u bë i qartë që ishte prej banorëve të qartë. Ndërsa të tjerët, këta ishin akoma në mëdyshje, nuk dinin, pra ishin të pa pozicionuar, nuk themi. Vetë se pak në pak filluan të amenin vetën, thot, dhe vendosën që të talleshin me të. Vendosën që me profetin sallallahu alaihi wasallam të fillonin të talleshin. Dhe nuk e pranuan, pra pasi u qetësuan, u mbajtën me të madh, thot. U treguan mendjen dhënë dhe filluan që tani të thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam ta përballnin me duke i tërhequr vërejtën njerëzve prej saj, duke u tallur me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke u thënë njerëzve keni kujdes prej tij dhe duke i përqeshur ata që i shkonin në bas. Kështu, kur kalonte profeti sallallahu alaihi wasallam pranë ndonjërit prej tyre, thotë, ata talleshin me të dhe thoshin: a ky është ai që e ka dërguar Allahu si profet? Ky është ai që e keni parasysh? Ky është ai që e ka dërguar Allahu profet? Me të qeshur. Talleshin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Thoshin ky është i biri i Ebu Kepshes. Ebu Kepshe, babai, domethënë, ka qenë një llagap që e ka pasur, thotë, njëri nga gjyshrit e tij, një nga stërgjyshrit e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka zgjedhur të ishte i krishterë. Pra ndroi fen e braktisi fen e Kurejshve dhe u bë i krishterë, me sa duket pra njësues i Allahut, sepse siç e dini, në mesin e krishterëve ka pasur të tillë që e kanë njësuar Zotin e botëve dhe kanë qenë disa grupe të krishterët, njëri prej tyre kanë qenë njerëz që e njësonin Allahun, që thoshin për Isain alayhis salam, që është i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pra musliman. Por pastaj i thuhet që këta të tjerët i kanë vrarë. Të tjerët i vranë këta. I kanë luftuar. Dhe për ta, si thosh, për ta qortuar, për ta shah, për ta ofenduar, thoshin, ky është nipi i atij Ebu Kepshes. I Kepshe do thotë, mos gaboj, ka për qëllim, nëse Kepsh i thon dashit, Kepshe nuk e di, ndoshta ka ndonjë kuptim tjetër. E rëndësishme që këtë kishin për qëllim. Ky është ai që i vjen shpatja nga qielli, thoshin. Pra fjalë të tilla tallse. Vazhdoi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në davetin e tij haptas, filloi të falej para njerëzve, u shkonte atyre në grumbullimet që kishin, në vendet ku bëheshin bashk, thamë që kishin vende ku shkonin mbledheshin, siç ka sot klube, që shkojnë e pinë njerëzit, kalojnë natën, kafene, shkonte në ato vende aty. Shkonte dhe u fliste. U thoshte, siç thoshin të gjithë profetët, ja qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popull im, adhuroni Allahun, ju nuk keni ndonjë të adhuruar tjetër veç tij. Dhe filloi pra si shtam të adhuronte Allahun përpara tyre. Falej në afërsitë e Qabes, ditën dhe natën haptas, përpara gjithë njerëzve. Dhe kishte filluar si shtam daveti i tij të kishte një farë pranimin mesin e njerëzve. Pra numër i vogël njerëzish shtam që në këtë periudhë, në ato vite, i kanë llogaritur dietarët diku te 130 persona, burra dhe gra. Pra hynin një sot, një herë pas disa ditësh, pra njëri mbas tjetrit. Dhe kishte filluar tashmë urrejtja, ftohja, armiqësia, ndoshta jo në kufit më thënë shumë të tepruar, por kishte filluar tashmë armiqësia mes muslimanëve të rinj që ishin futur në fe rishtës dhe familjarëve të tyre. Nuk i duronin dot.
Nuk mund të bëheshin bashkë, idhujtari me njësinë të Allah. Pra nuk i toleronin dhe kishte filluar, si thuash, ajo përçarja. Këtu kanë thënë dietarët një dobi shumë të madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam fillimisht ka qenë njeri i devotshëm, siç e dim shumë mirë. Ishte njeriu më i zgjedhur, jo vetëm e popullit vet, por i gjithë njerëzimit, edhe para se të bëhej profet. Pra në natyrshmëri, larg të gjitha haramave që bënin populli i tij, dhe gjinave, dhe vesën. Njeri i pastër, me moral, fisnik. Dhe sa ishte kështu në veten e tij, nuk i prishte punë askujt. Ishin rehat me të. Sa po filloi dhe të bëhej përmirësues për të tjerët, aty filluan shigjetat i drejtoheshin atij njëra pas tjetrës. Sulmet, ofendimet, nga më të ndryshmet, siç do të vinë pak më pas. Pra imagjinoni, kjo është një mësim i madh për njeriu. Mund të jetë njeriu i devotshëm në veten e tij, mund të jetë i mirë, por nuk është përballur akoma me njerëz që të thosh kjo rruga juaj, pra gjendja e tij nënkupton se rruga e drejtë është kjo në cilën unë jam. Rruga e Zotit është kjo. Kurani dhe Suneti është ky. Dhe sa kohë që këtë e mban në veten e tij në kufit e përmirësimit personal, nuk i prish punë askujt. Sa po fillon të tregoj të tjerëve që ky veprim që bën është gabim, kjo mënyrë të perceptuarit është e gabuar, atëherë do t'i presi asaj. Ky është reagimi i njerëzve. Njerëzit kështu reagojnë. Tani çfarë vendosën Kurejshit? Kurejshit e panë që diçka po lëvizte në Mekë dhe nuk po ndiheshin më rehat si dikur. Sepse po trondiste, domethënë, pozitat e tyre dhe themelet e tyre. Kështu që filluan të këshillohen me njëri tjetrin, thuhet që janë mbledhur në shtëpinë e ka shkuar tek Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira ishte një nga më të moshmit e tyre, pra më i moshuari, ka qenë njëri i pasur dhe me pozitë në mesin e Kurejshve. Të thuash njëri që ishte parë botën e sy. Kishte lëvizur, kishte parë, domethënë, shumë gjëra, kishte bërë udhëtime, edhe kishte dhe pasuri. Ishte edhe në moshë të madhe. Shkojnë të ky dhe i thonë, ku ishte problemi? Problemi ishte se tani po afrohej sezoni i haxhit. Dhe ata haxhin e bënin, me gjithë idhujtarinë e tyre, ama haxhin e bënin. I thonë njëri tjetrit, do të mblidhemi dhe të bijmë dakord se si do reagojmë kundrejt kësaj thirrje, çfarë do bëjmë me Muhamedit, se do na prishi punë, do na devijojë njerëzit nga feja. Kështu që u mblodhen rreth Walid ibn Mughiras dhe thotë çfarë do bëjmë me të, si thonë. Thotë na thuaj një mendim dhe ne do t'i përmbahemi mendimit tënd. Çfarë të thuash ti do të ndjekemi thonë. Jo, thotë Walidi, ju thoni mendimin tuaj, pastaj unë do t'ju them në fund se çfarë mendoj. Atëherë thonë, domethënë, rënë dakord që ne do të themi një fjalë, por fjala jonë do të jetë unifikuar. Jo të thotë njëri një fjalë për të dhe tjetri ta kundërshtoj, jo, nuk është kështu, është kështu. Pra ne do të dalim përpara njerëzve me një qëndrim të unifikuar. Mos duket sikur përplasemi ne me njëri tjetrin. Të kemi të njëjtin qëndrim, të themi të njëjtën fjalë, në mënyrë që t'i zmbrapsim njerëzit nga Muhamedi, të mos i lejojmë ata që të pranojnë Islamin. Atëherë thonë disa prej tyre, do themi që është magjistar. Thotë Walidi, jo, nuk është magjistar, fallxor, nuk është i tillë, nuk është fallxor. Ne thotë i kemi parë fallxorët, e dim atë pëshkëritjen e fshehtë që bëjnë ata, dhe fjalët që thonë si të pakuptimta ose ndonjëherë të rimuara, nuk do na eci kjo. Domethënë, ata donin që të zgjidhnin, të shoshisnin mirë mendimet,
që të arrinin tek ajo që mund të ishte dyshimi më i fortë që mund t'u arriti njerëzve. Pra, të bënin paraprit njerëzve. Dhe mos e lëm të dëgjojnë nga fjalët e këtij të mirit, se pastaj do na ikin nga duart. Se po dëgjojnë prej tij, pastaj nga ne nuk dëgjojnë më. Dhe pastaj dhe kjo me sa duket është diçka që përsëritet kohë pas kohe për fat keq. Pra i dilet përpara që mos të dëgjohet prej fjalët e tij që duhet dëgjuar prej tij, ata që duan të largojnë njerëzit nga feja e Allahut. E Allahu di kërkojmë ndihmë këtë. Allahu musta'an. Son jo, nuk do na ecë kjo. Njerëzit i njohin fallxor. Do ta shohin që Muhamedi nuk është fallxor. Nuk ka cilësitë e tyre. Atëherë thamë, do themi që është i çmendur. Thot, jo, as kjo nuk do zëjvën, thot, Walidi ibn Mughira. Ne i njohim të çmendurit se si janë, se çfarë bëjnë ata. I shikojmë se si reagojnë, se si përpoliten, apo se si kur u vjen ajo, si thua, ke pasur disa që janë si në sëmundjen e tokës që i thonë që lëzohen në sheshe, u del, nështë dhe shkullë me goja dhe i nderoft. Pra nuk është, do të shohin që Muhamedi nuk është i tillë. Do të shohin që Muhamedi është i kthjellur në mendimet e tij. Se s'do na ecë as kjo. Shikojmë diçka tjetër. Na thonë një mendim tjetër thotë. Atëherë thonë, do themi që është poet. Thotë Walidi as kjo është. Fjalët e tij nuk janë as poezi, as më thënë, si? Jo, të kjo tek poezia. As vargje, as poezi. Pra nuk janë të tilla. Pra ne i njohim, unë e njoh të poezinë, madje nga fjalët e çuditshme që ka thënë Walidi ibn Mughira, thotë unë e njoh poezinë e njerëzve dhe poezinë e xhinëve. Nuk është e tillë. Pra kishte dituri gjatë, se kishin bërë kohë të para, që vinin kërkonin mendim se si t'ia bënin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë po e përdor, domethënë në mënyrën se si ata e shikonin. Përndryshe për ne ai është më i miri njerëzimit i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i thonë, pra e dim rimën e poezisë, e dim njohim dhe vargjet, dhe prozën. Pra nuk është as poezi, as prozë, as vargje, as rapsodi. Diçka krejt tjetër thotë. Dhe thotë, atëherë çfarë do të themi thonë? Thotë ky Walidi, pashallah thotë, fjalët e tij kanë një ëmbëlsi, dhe ato janë të larta. Nuk ka të tilla fjalë si ato, janë mbi të gjitha fjalët e tjera. Ja, pra fjalët e tij kanë fisnikëri, kanë krenari, pra fjalët e Kuranit. Ne po flasim për Kuranin. Dhe ky ishte komenti i Walidit. Pra këtu tregohet i sinqert dhe thotë që si është përshkrimi i vërtetë i Kuranit, të cilat fjalë i të profetit sallallahu alaihi wasallam. Madje dini shumë që ishte poet, s'kishte kur poezi, nuk ishte njohur. Madje e urrente, si kemi përshkruar diku nëse ju kujtohet. Nuk e donte poezinë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur si shquhet. Tani nga ardhi ky 280 gradë. Filloi të thotë fjalët më të bukura, që si thonë arabët asnjëherë. Ka ëmbëlsi, thotë janë fjalë të larta, janë fisnike, janë përmbajnë krenarin vetvete. Dhe prandaj thotë ju nuk do të thoni në një fjalë nga këto, vetë se do të merret vesh që fjala juaj është e kotë. Se njerëzit do të peshojnë Kuranin dhe do të peshojnë dyshimet që hihetin për të, e do e shohin për shkak të kotësisë së tyre, do e kuptojnë që Kurani nuk është ashtu siç do thonë ju. S'do na ecë këto thotë. Pastaj thotë, vendosë dhe thotë, unë mendoj që të themi që është magjistar. Dhe fjalët e tij janë magji. Sepse thotë ai ndan mes babait dhe djalit, mes vllait dhe vllait, dhe mes vllait thotë dhe mes njeriu dhe bashkëshortes së tij. Dhe i ndan njeriu thotë nga fisi i tij. Pra nuk mund të jetë tjetër vetëm magji. Sepse po na përçan. Përçarja ishte që këta që pranuan fenë Allahut të vërtetën, patën, si thua, ata fisi i tyre, familja e tyre nuk e pranuan, kështu që normal që do të kishin rrugët e tyre do të ndaheshin.
Ishte mëse normale. Dhe këto i quhen Allah sikur Muhamedi po i përçan njerëzit. Atëherë thot, u ndan prej tij me këtë fjalë. Thanë do të themi që është magjistar. Dhe filluan pra të dilin njerëzve në rrugët që do të hynin për Mekë. U dilin përpara. Dhe çdo grup që u afroi pra ja përmendin këtë fjalë dhe e paralajmëronin, thoshin keni kujdes dhe i përmendin pra i flisnin keq për profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot njerëzit e morën vesh çështjen e profetit sallallahu alaihi wasallam përpara se ta takonin ata, përpara se të uleshin me të. Pra krijuan përshtypjen e tyre të keqe për profetin ton sallallahu alaihi wasallam në bazë të fjalëve të shejtanit. Megjithatë, siç do të shohim, kjo mundet ta ketë vonuar fitoren e së vërtetës për pak kohë, por jo për shumë kohë. Kështu që ne nuk duhet na pikëlloj kjo. Ndoshta ne ndonjëherë na mërzit se sado që të flasim për diçka që ka qenë në atë kohë dhe ka ndodhur për historinë tonë, se historia jonë, ne nuk mund të shmangemi asaj që ndodh në realitetin tonë. Ne nuk mund të mos ndikohemi dhe ta lidhim këtë realitet me atë të parë. Ka njerëz që nga ignoranca, nga mosdija, të orientuar keq, flasin keq për xhallar, ndoshta edhe për ne. I largojnë njerëzit prej nesh. Edhe pse Allah i mëdhur e di shumë mirë që ne ato e kemi dëshmitar që ne i thrasim njerëzit vetëm Kur'an dhe Sunet. Me kuptimin e të parëve tanë të mirë. Kjo është feja jonë, këtë na ka mësuar dietarët dhe në këtë do të ecim inshallah. Vetëm përpjekja jonë do të jetë që të shtojmë diturinë në këto që thamë dhe të qëndrojmë në to dhe të thrasim njerëzit në to. Dhe e dimë që kjo është rruga e vërtetë. Me lejet Allah. Dhe ata të tjerë që bëjnë punën e tyre mund të sprovojnë atë që do Allahu të sprovojë, por kjo fe është e Allahut. Dhe Allahu do të çojë këtë fe atje ku dëshiron ai. Ashtu si besimtarët, është ligji i Zotit që do të sprovohen. Kështu që është pjesë e sprovës. Ne mund të themi fjalën tonë, të sqarojmë njerëzit, të tregojmë që është gabim dhe është devijim dhe është ekstremizëm dhe është përçarje, kjo që janë duke bërë dhe janë po bëjnë shkak që njerëzit t'i largojnë nga feja e Zotit. Realisht, për fat keq. Por Allah pastaj, Allah i madhuar, do të bëj çfarë dëshiron ai dhe me urtësinë e tij do të veprojë. Edhe pse ndodhi kjo gjë, profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të bënte misionin e tij, të kryente misionin e tij. U shkonte njerëzve në grumbullimet e tyre, në çadrat e tyre në haxh. Atje ku grumbulloheshin. Kanë pasur disa tregje, o Kaab edhe disa ishin tre tregje të njohura që qëndronin në ditë atje. Vendet e tyre ku shkonin që qëndronin dhe grumbulloheshin, atje u shkonte dhe i thriste në Islam. Dhe u thoshte, o njerëz, thoni la ilaha illallah të shpëtoni. Pra thoni nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë veç Allahut që të shpëtoni. Ebu Lehebi, xhaxhai vet, i shkonte mbas dhe u thoshte njerëzve e përnjështronte dhe e ofendonte. E shante, i thoshte, mos e dëgjoni këtë, ky është sabi, ky është gënjeshtar, ky është magjistar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ndalej. Dhe as nuk kthehej që të merrej me të. Dhe këtu më kujtoa diçka që duhet të thosha rreth takimit që ndodhi me ta në shtëpinë e tij. Ne thamë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i mblodhi farafisin e vet dhe u bëri për të ngrënë dhe filloi të fliste. Herën e parë i doli kur e kuptoi Ebu Lehebi që çfarë do të thoshte, menjëherë i doli dhe ja preu fjalën dhe i foli shumë ashpër, me fjalë më të ulta. Dhe ja preu u përpoq që ta, domethënë që t'ia priste hovin dhe krahët. Dhe filluan pastaj të kishte një debat në mesin e tyre, mesin e vetë Kurejshve. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u tërhoq, nuk foli më në atë mezhlis, në atë tubim, siç nëse e mbani mend. Dhe kjo tregon që si? Po, në tubimin e parë, pastaj i ndodhi përsëri edhe tjetër dhe arriti të fliste disa fjalë. Po e pa që pati trazira dhe u tërhoq
ndoshta domethënë është ruajtur që të mos i prekte dhe nuk donte që të linte një shtek vetes tij që të fliste, paktën të përcillte mesazhin. E pa që situata nuk ishte më me urtësi e mbylli aty, me kaq. Nuk donte të ofendonte në shtëpinë vetë se kishte miq. Pra, ruajti urtësinë, ruajti me butësi, sepse ai donte që patjetër të dëgjonin fjalët që do të thoshte. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë që njeriu ndoshta ndonjëherë mund të detyrohet që të hesht, edhe pse e di shumë mirë që detyra është që të përcillet Islami, por ndoshta ndonjëherë thanat e shikojnë që ka trazira, hesht, do të shfrytëzoj një rast tjetër. Kështu bëri profeti sallallahu alajhi wasallam, në mënyrë që njerëzit pranonin fjalën e tij. Ai synimin kryesor ishte vetëm ta dëgjonin, të thoshte ato fjalë që ishin me vërtet fjalë madhështore për atë që i mban mend, edhe kush dëshiron mund të kthehet regjistrimit. Sot mbaroi haxhi, a më të shohësh pak se sa minuta jemi? Më duket se po, me 8 gjysmë është, gjysmë. Si? Në 8 kemi filluar. Mbaroi ai sezon haxhi, u kthyen njerëzit në shtëpinë e tyre. U përhap fjala për Islamin gati në mesin e gatishmit arabik. U përhap fjala e Islamit. Pra, filluan njerëzit të dëgjonin për të. Atëherë filluan reagimin më të, si thua, më të organizuar dhe më të përqendruar. Kurejshët tani filluan të ishin, si thua, reprezalit e tyre të ishin dhe më të forta dhe më konsistente, të vazhdueshme. Mënyra të ndryshme përdorën për ta smbrapsur profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, dhe njëra prej tyre e para thot, pra donin vetëm ta zhduknin të thirrjen. E para të vazhdonin talljen dhe përqeshjen me shumicë, sa të mundeshin. Dhe synimi i kësaj ishte që ta, si thua, t'ia prinin krahët profetit alayhis salam, t'ia ndalnin hovin, ose, si thua, t'ia ulnin moralin e tij. Në kuptimin që si thua, ta pezmatonin, të humbiste shpresat. Imagjinoni një burr kaq fisnik se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, e dini shumë mirë se kush ishte dhe kishte pozitë të lartë në mesin e tyre, prejarken e kishte të ndritur dhe fisnike. Imagjinoni një njeri të tillë të dëgjonte fjalë të tilla prej tyre. Gënjeshtar, magjistar, i çmendur, fallxhor, poet, gjitha fjalët që kishin, gjithë arsenalin e fjalëve të tyre të ulta të shëmtuara, njerëz që nuk e njihnin moralin, ja lëshonin dhe ja thoshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra imagjinoni një njeri të tillë, kaq fisnik dhe kaq të ndershëm, që të përballet me të tillë reagimi nga populli vet, dhe nga kush, nga më të afërmit e vet. Farafisi i vet i dori pari armik që e kundërshtoi. Është provë shumë e rëndë. Dhe aq sa kjo ka ndikuar te profeti sallallahu alaihi wasallam, si do të vi, por na thot Allah i madhruar se mënyrat që përdorën, si shtam, i thoshin fallxhor, që i vjen shejtani, gënjeshtar, mashtrues, fjalë të rënda subhanallahu. Që shpif për Allahun thoshin. Sa herë që e shikonin që shkonte dhe vinte, thot, e shikonin me inat dhe me urrëtie, gati sa ndonin ta shqyenin thot Allahun në sytë e tyre. Si thot Allah i madhruar, e ka përshkruar në Kur'an, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, në surën Qalam apo surën Nun, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Gati sa nuk të shqyejnë ty thot me shikimet e tyre, ata që mohuan, pra pa besimtarët, kur ata e dëgjojnë thot dhikrin, kur e dëgjojnë Kur'anin, dhe thonë, ai është i çmendur. Pra talleshin me të dhe thoshin, si thot Allah i madhruar në ajetin tjetër, wa idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa, hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum an dhikri rrahmani hum, deri në fund të ajetit. Pra thot,
Dhe kur të shohin ty ata që mohuan, nuk të marrin ti ndryshe vetë se si me tallje dhe të vënë loj. Të tallin të vënë loj. Dhe thonë, ky ishte ai që i përmend ata zotët tuaj? Ky? Ju rafua. Dhe kur i shikonin sahabët e vërdekt, të dobët, të pafuqishëm në mesin e tyre, si puna Abdullah ibn Mesudit me shok, thoshin, ju erdhën mbretërit e tokës. Çfarë i themi në kësaj? Ironi. Dhe nuk ironia pas ka qenë përhapur me shumë popull. Pra thot diçka dhe ka qëllim totalisht të kundërt me saj. Ironi, sarkazm. E përdor si shumë e keqe. Thot ju erdhën mbretërit e tokës. Edhe thoshin, e haulai menna Allahu alejhi min bejnina, këtyre u dha Allahu mirësi, pra këta bëri Allahu musliman, këtyre u dha Allahu fenë ati. Pra, dhe më thënë po, më thënë që me përçmim, me përbuzje. Edhe thoshin që po të ishte diçka e mirë, ata nuk do të ne kishin kaluar ne në këtë. Pse u shqetësua ata përse? E normal. Të regon që e kishin kuptuar që po tonë është sakt, që po tonë që të merret. Pra ishin shqetësuar jashtë mase, por përpiqeshin që në shikim, çfarë? Kjo quhet luftë psikologjike, siç është e njohur. Ta luftosh armikun tënd përpara se të dalësh në të në fushë betejë. Luftë e ftohtë. Çfarë duash juedi? Kërcënime, përbuzje, tallje. Shikim jep sinjal, jep mesazh. Përpjekje për ta ulur, për ta dobësuar me gjitha mënyrat. Por nuk e arritën, alhamdulillah. E thotë Allahu i lartësuar gjithashtu, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, wa idha marru bihim yataghamazun, wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Thotë i lartësuari kriminalit. Thotë qeshtin me besimtarët. Kriminalit, pa besimtarët, qeshtin me besimtarët. Talëshin me ta. E kur kalonin pranë tyre, ja bërin njëri tjetrit me shenjë. Jetë ghamazun. Pra me sy, me vetull, me mimika. Me ishare. Dhe kur ktheheshin tek familjarët e tyre, ktheheshin tër komoditet, të kënaqur, kishin çdo gjë që të pasurit e tyre. Të kënaqur, të reatuar. Dhe kur i shikonin ata, thot pra sahabët, thoshin, këta janë humbur, këta janë humbur gjina. Pra, shikonin se çfarë kanë mësuar sahabët e parë, besimtarët e parë. Kështu që njeriu t'i ketë parasysh këto gjëra, sa herë që të kalojë në situata të tilla dhe të duroj, sepse siç e pamë dhe nga ata, përfundimi ju takoi sahabëve në fund. Pra vazhduan të talleshin dhe të lëndonin të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai sa pra imagjino gjithmonë vazhdimisht të kalosh në një mesin e disa njerëzve dhe ata të tallen me ty të ofendojnë, të përqeshin. Pra është shumë e rëndë. Është vërtet shumë e rëndë vëllezër. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e prekën këto goditje. Dhe thotë Allahu i madhruar, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ne e dim thotë Allahu i madhruar, që ty të ngushtohet kreadori nga ajo që ata thonë. Por i thotë në fund, i thotë për ta ngushtuar Allahu i madhruar, i thotë, por ata thotë nuk të përgjigjëstrojnë ty, thotë, por përgjigjëstrojnë Allahun e madhruar. Pra, po, tamam. Ata përgjigjëstrojnë argumentet, ajetet e Allahut. Pastaj thotë i sqaroi Allahu i madhruar se si të shpëtonte nga ky ngushtim i kreadorit. I thotë i madhruari, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin." Pra nëse dëshiron të shpëtosh nga ky ngushtim i shpirtit, nga ky helmim që të helmojnë ata me fjalët e tyre, me helmin që hedhin, si mund të shpëtosh? I thotë ti madhroje duke e lavdëruar Zotin tënd dhe bëu nga ata që bien në sejdë, domethënë fal namaz.
përmendë emrin e Allahut, thuaj subhanallah, bëj tasbih, dhikr të shumtë dhe fal namaz, pra bjerë në sejdë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi ty e sigurta. Dhe u ka sqaruar Allahu i Madhruar thot në ajete të tjera, i thot Zoti i botëve, inna kafejnaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Ne thot të mjaftojmë ty kundrejt atyre që të tallin, të përqeqin. Dhe Allahu i Madhruar i jep forcë të dërgojë ti. Si thash, ja forcon moralin, po, i jep kuraj. Ne thot të mjaftojmë ty me ata që tallen me ty. Pra, si të thash në i lërë ne atë. Ata të cilët marrin zotat të tjerë bashkë me Allahun, do të marrin vesh. Do të marrin vesh, thot Allahu i Madhruar, pra kërcënimi i ashpër. Dhe kështu i thot, i tregon që prapë vazhdon ngushëllimi prej Zotit botëve dhe i thonë që kështu si të bëjnë me ty janë bërë dhe me profet në parshëm. Të njëjtat mënyra janë përdorur. Thot: "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Thot: janë tallur dhe me të dërguarit përpara teje. Pastaj e kanë merituar ata që janë tallur atë me cilën talleshin. Me çfarë talleshin ata? Me kërcënimin që u thoshte profeti, me paralajmërimin që ai u bënte. Çdo profet thoshte keni kujdes se Allahu ka dënim të ashpër. Ata talleshin, hëna e sill dënimin, hëna e sill. Pastaj kur u ka ardhur dënimi, pra e kanë merituar atë me cilën talleshin. E mbyllim me kaq inshallah, vazhdojmë në mënyra të tjera sepse kanë pasur disa mënyra me të cilat ata janë e kanë përballur davetin. Nuk kanë hequr dorë, por e kanë kundërshtuar. Allah e shpëlbeft sallallahu alaihi wasallam barak ala nabina Muhammad. A mund të na ndalesh pak edhe ose do kush?